Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Festivali ndërkombëtar i filmit Art Without Limit konsiderohet të ketë shënuar një arritje të jashtëzakonshme në kulturën kosovare. Art Without Limit është përzgjedhur nga Ministria Federale Austriake për Art e Kulturë, Shërbim Civil dhe Sport në listën zyrtare të festivaleve më të njohura dhe prestigjioze në botë. Me këtë festivali radhitet për krah emrave të mëdhenj si Oscars, Golden Globes, Berlinale, European Film Awards. Dhe ky është një sukses jo vetëm për vetë festivalin, por edhe për të gjithë skenën kulturore të Kosovës, pasi Art Without Limit bëhet i pari dhe vetmi festival në vend që arrin një njohje të tillë ndërkombëtare. Për ta kuptuar më nga afër këtë sukses dhe rrugtimin që çoi deri këtu, kemi kënaqësinë të kemi në studio për të biseduar me drejtoreshën e festivalit Ganimete Sava. Përshëndetje Ganimete, mirë se erdhe në Art Kultur, mirë se erdhe në RTK. Përshëndetje Arbresha, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi me qenë në RTK gjithmonë. Po, faleminderit. Po fillojmë bisedën nga Ganimete me atë se si e përjetuat momenti kur morët lajmin se jeni përzgjedhur përfshirë në listën e zyrtare të festivalit më të njohur në botë. Çfarë lajmi paraqistaj për ju personalisht si drejtoreshë e festivalit, por edhe për stafin që ka kontribuar për të arritur festivalin në këtë pikë? Sigurisht festivali tash, domethënë është viti 5 që është organizuar në dhjetor. Edhe nuk është shumë, por nuk është edhe pak për të rangu në një listë kaq prestigjioze si që është tash e fundit nga Ministria Federale e Austrisë e Arteve dhe Kulturës. Për neve është një lajm shumë i mirë, është një mundësi shumë e mirë se na hapën dyrë treja, mundësi treja, por është një lajm i mirë edhe për kinematografinë vendore, por edhe për gjithë komunitetin e aftësisë kufizuar që filmat, edhe puna dhe platformë, tashmë nuk është vetëm një platformë festivali, po është edhe një që po bën ndryshime globale, domethënë si një vend i vogël, si një festival i ri që do të ketë ndryshime të mëdha. Festivali Art Without Limit është i njohur për fokusin në përfshirje dhe diversitet. Ganimete, a mendon se ky është një nga faktorët që ka bërë festivalin të veçantë në sy të institucioneve ndërkombëtare? Sigurisht se në Kosovë kemi festivale shumë të mirë njohura ndërkombëtare, por festivali jonë ka një temë veçantë që është gjithëpërfshirja, që do të thotë që të gjithë filmat dhe temat që trajtohen dhe aktivitetet janë rreth aftësisë të kufizuar. Thjesht ne jemi për zërat që janë nën hije, për diversitetin dhe gjithëpërfshirjen që kemi kaq shumë persona me aftësi ndryshe në Kosovë, që të dëgjohet zëri tyre, të ketë një skenë për ta, një mundësi për ta që edhe ata të jenë pjesë të shoqërisë, ashtu siç janë, sepse janë, por gjithmonë mbeten nën hije, duke mos pasur ndonjë vend, ndonjë mundësi tjetër për t'i shfaqur dhe për t'i treguar sukseset dhe gjërat pozitive që ata i kanë. Talentet, për të ftuar për të drejtat e tyre, dhe e the shumë bukur, janë persona ndryshe. Do të thonë, e the jo me aftësi të kufizuar, por persona më ndryshe se ne të tjerët. Ganimete, ne ju kemi pasur një intervistë për edicionin e fundit, do të thonë vitin e kaluar të festivalit, dhe i kemi pasur përmes videolidhjes sepse keni qenë jashtëzakonisht të angazhuar dhe s'keni pasur mundësi të shkëputeni nga ajo pjesë derisa ishte duke u zhvilluar festivali. Sa ka ndryshuar festivali që nga edicioni i parë? Cilat kanë qenë ato sfida? Çka keni ndryshuar për të mirë? Çka e keni konsideruar si vështirësitë e jashtëzakonshme? Po, festivali që nga fillimi ka pas temën e veçantë rreth aftësisë kufizuar, çdo film që duhet jetë është kriter i festivalit tonë, filmat duhet jenë të shkurtër dhe të kenë temën e aftësisë kufizuar. Edicioni i parë ka qenë i vështirë për arsye se ne ishim gati që të shfaqim filmat në kinema, por pa prit mas është mbyll gjithçka se ishte pandemi COVID-19. Edhe në platformat tona online i shfaqëm gjithë filmat, por çuditërisht morëm shumë komente të mira pozitive, kam pas shumë telefonata, emaila, edhe komente të mira që vazhdoni se është një platformë shumë e mirë, jemi kënaqur duke i pa filmat online, kështu që edicionin e dytë pastaj e filluam në skenë, në teatrin kombëtar dhe në kino Armat, me një bandë muzikore nga Shkodra të gjithë me aftësi të kufizuar që performojshin jazz muzikë. Ata e bënë hapjen e festivalit, pastaj fillua me shfaqjen e 50 filmave që zakonisht i kemi në
do me thonë, për gjatë 3 ditëve të festivalit që i shfaqim. Do të thonë, festivali parë pas ka qenë në vitin kur filloi pandemia. Po. Edicioni parë. Edicioni Dhe parë. kjo pas ka qenë një prej sfidave më të mëdha që pas keni pas. Një prej sfidave që ka qenë sfidë, po ndërkohë mandej ka qenë edhe një lehtësim, sepse nuk ishte më gjithë ai organizim që mund të ndodhë në skenë, takimet me njerëz. Ishte vështirë me komuniku me telefon, me autorët edhe me të gjithë njerëzit për t'i marrë konfirmimin nëse do t'i shfaqim online filmat, por ishte një gjë që ndodhi në gjithë botën. Edhe këto, po mandej neve e morëm një fuqizim që nga i edicion dhe edicionet tjera pastaj rodhen në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk them që ka pas ndryshimet më dhaja, sepse koncepti është ai që është, por kemi pas suksese, njerëz të ndryshëm, njerëz të rëndësishëm për gjatë gjithë edicioneve deri te edicioni i fundit. Njerëz që kanë marrë edhe filmi që ka qenë fitues dhe që e hapi festivalin 2023, pas festivalit ton fitoi çmimin Oscar. Anjërish Goodbye, një film shumë i mirë që portretizon një djalë me sindromen Down. Ai ka marrë për herë të parë pjesë në festivalin tuaj, pastaj ka marrë pjesë në Oscars. Në Oscar, edhe fitoi aty. Fitoi te ne, pastaj fitoi në Oscars. Edhe personazhi kryesor ka qenë pjesë e jurisë të edicionit, një edicion më vonë në festivalin ton. Edhe vitin e kaluar kemi pas një film që ishte i nominuar për Oscar, e kështu me radhë. Do me thonë, kemi një punë që po bëjmë me rreth aftësisë së kufizuar, por jo vetëm vendore, por me individ, me autor, regjisor edhe aktor që janë me aftësi ndryshe nga i gjithë globi. Do të keni edhe filma ndërkombëtar që marrin pjesë, janë të metrazhit të shkurtër. Po. Edhe tash në dhjetor kishit edicionin e kaluar. Po. Për këtë vit 2025 do ta keni edicionin e radhës. Edicionin e 6. Dhe se nuk isha e sigurt a ishte i 5 apo i 4. Tash do të thonë që ka i 6. Po. Tash çfarë jeni duke bërë për të organizuar këtë vit dhe a do të mbahet në periudhën e njëjtë, çka do të përfshi dhe me sa para se të fillonim intervistën më tregove që vetëm se keni filluar të keni aktivitete në këtë drejtim. Po, festivalin e kemi lënë me datën me qëllim datën 1, 2, 3 dhjetor. Data 3 dhjetor është dita ndërkombëtare që shënohet për aftësinë e kufizuar, është globale. Për këtë arsye kemi zgjedhur, nuk është shumë e përshtatshme për shkak të motit, por kinemaja shumë e mirë, është ngrohtë edhe është fundi i vitit që nuk ka shumë aktivitete. Neve kemi filluar që qysh në janar kemi hap platformën Film Prive që do të thirrja për filmat dhe deri në fund, deri në gusht që mbyllet thirrja për filma, arrin diku rreth 1000 filma çdo edicion. Kështu që është një fazë gjatë procesi selektimit, i aprovimit filmave të cilët do të shfaqen. Kryesisht i shfaqin 50 filma për ato 3 ditë, kaq është kapaciteti. Por ndër tjera kemi edhe aktivitete tjera në kuadër të festivalit, e kemi një aktivitet që është tepër i mirë i veçantë, është Art Without Limit Kids, që i dedikohet vetëm fëmijëve, është program special që shfaqim animacione, ftojmë animator në skenë që të bashkëbisedojnë me fëmijët. Këtë vit që kaloi në edicionin e fundit i kemi pas fëmijët e shkollës Ismail Qemali, fëmijët e SOS fshatrave të Kosovës që kanë qenë në audiencë dhe i kanë ndjek filmat. Edhe kanë pas bashkëbisedim me autorë të ndryshëm ndërkombëtar dhe vendor me të animacioneve. Gjithashtu në skenë zakonisht kemi fëmijë të shkollës Prenk Jakova që janë në aftësi të kufizuara, të cilët performojnë muzikë me piano ose vegla tjera muzikore, që audienca fëmijët e tjerë të shikojnë mundësitë dhe aftësitë e fëmijëve me aftësi ndryshe që janë të shkollës Prenk Jakova. Tash, a do të ndryshoj kjo njohje mënyrë se si planifikoni edicionin të këtij viti, edicionin e 6? Kjo njohje që ka ndodhur në Vjenë kësaj radhe na ka shtuar një përgjegjësi më të madhe, edhe një motivim sigurisht, po kriterin që e kemi du të forcojmë më shumë, të mbajmë ritmin e punës që e kemi, po të sjellim edhe emra edhe më të mëdhaj, edhe të bëjmë një punë edhe më serioze. Normalisht është serioze, por duke u ranguar në listën e këtyre festivaleve prestigjioze, sigurisht që përgjegjësia është më e madhe. Por jemi në hapa të mirë dhe të sigurt me një ekip mrekullueshëm që e kemi afër vetës, me vullnetarët, me njerëzit, me audiencën, publikun, mbështetësit, kështu që jemi në një rrugë të mirë. Por ndër tjera, aktivitetet që isha duke cek janë edhe për fuqizimin e gruas. Kemi një aktivitet që shumë i rëndësishëm, herën e kaluar ne kishim një panel diskutimi me gra politik bërje, gra me aftësi ndryshe, edhe artistet njohura vendore që e shfaqëm një film të një autorës polake dhe e diskutuam filmin, e diskutuam
qasin në mënyrën se si edhe gratë me aftësitë kufizuara kanë të drejta për të qenë pjesëmarrëse në gjitha sferat edhe fushat e jetës të barabarta si të tjerat. Ganimet, në fund, është një mesazh nëse ke për artistët e rinj, sidomos ata nga Kosova dhe rajoni që ndrojnë të prezantojnë punën e tyre në festivalin ndërkombëtar, sidomos në një festival të tillë siç është festivali Art Without Limit. Po, unë mund t'i ftoj që nga ky emision të gjithë autorët, regjisor, producent që mund të aplikojnë me filmat e tyre në platformën tonë, është e hapur deri në gusht të këtij viti, do të thotë filmat du të jenë shkurtë dhe me mesazh të mirë rreth aftësisë kufizuar. I inkurajoj që të marrin ndonjë historie se kemi rreth 200.000 persona me aftësi ndryshe në Kosovë, që mund të trajtojnë ndonjë temë të veçantë që ata dëshirojnë dhe janë të hapur për festivalin tonë, mund t'i bëjmë ndonjë screen të veçantë e kështu me radhë. Edhe kanë kohën e duhur edhe ka mundësi deri në gusht. Kështu që janë të mirë pritur. Ganimet, mos më bëhet gjë tjetër, vetëm të falenderoj. Faleminderit për kohën që ndave, por edhe për informatat që solli për shikues të RTK-s. Faleminderit shumë Arbresha. Faleminderit. Sot është dita botërore e teatrit për fëmijë dhe të rinj. Kudo në botë, këto teatro ekzistojnë që prej kohësh dhe janë tepër të vizituar. Në Kosovë është vetëm një i tillë, Teatri Dodona, i cili vizitohet pak nga të rinj, pasi konsiderohet se shfaqjet me kukulla janë vetëm për fëmijët. Dodona është një nga teatrot kryesore të Prishtinës dhe luan një rol të rëndësishëm në jetën kulturore të qytetit. Teatri është themeluar më 12 nëntor të vitit 1986 me vendim të Bashkësisë Punuese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës. Ky teatër filloi punën më 16 maj 1987 me premierën e parë Pylli është i të gjithëve, po këtë vit u propozua që teatri të emërtohej Teatri i të rinjve, fëmijëve dhe i kukullave Dodona. Shfaqja Negotiating Peace e Qendrës Multimedia do të jetë pjesë e programit të festivalit ndërkombëtar të teatrit në Oslo, që do të zhvillohet më 20 dhe 21 mars në Black Box Theatre. Ky festival, i cili këtë vit mbahet nën temën rrënjët dhe rikthime, teatri në udhkryqjen e perandorisë dhe identitetit, sjell shfaqje dhe aktivitete që trajtojnë temat e identitetit, lirisë, demokracisë dhe traumave kolektive. Shfaqja Negotiating Peace është një nga prodhimet kryesore të festivalit, i cili mbledh artistë dhe shfaqja nga shtetet që kanë kaluar dhe në disa raste ende përballen me reagime autoritare. Këtë vit festivali do të përfshijë artistë nga Ukraina, Estonia, Bielorusia, Kirgjistani, Tagjikistani dhe Kosova. Festivali do të ofrojë një program tematik që përfshin ligjërata dhe diskutime, ku është edhe biseda ndërmjet dramaturgut Jeton Neziraj dhe kritikës Natasha Tripnej, si dhe leximin skenik të dramës City Side të Eli Krasniqit, një vepër botuar nga Qendra Multimedia. Ky lexim do të shoqërohet me një diskutim me autorin dhe një ngjarje të titulluar Mbrëmja e Kosovës. Ky festival është një mundësi për të reflektuar mbi tema të rëndësishme të identitetit dhe lirisë përmes artit teatral, duke përfshirë një gamë të gjerë shfaqjesh që adresojnë sfidat e shoqërive pas regjimeve autoritare. Brëm në Open Art Gallery në Prishtinë u hap ekspozita Hapat e parë në kamp e artistit nga Maqedonia e Veriut Osman Demiri. Kjo ekspozit, përveç si një dëshmi vizuale e një prej plagëve më të thella kombëtare, është një menditim për esencën e vazhdimësisë njerëzore. Në imazhe nuk është i shfaqur vetëm akti i mbijetesës, por edhe përpjekja e pashmangshme e njeriut për të ecur përpara dhe atëherë kur toka nën këmbë është e përkohshme. Ideja e ekspozitës është që së paku në mënyrë virtuale të ndahen skena dhe pasojat e dhunës makabre nga jeta e sinqertë dhe e padjallëzuar fëmirore dhe të prezantojë një jetë sa më normale të këtyre fëmijëve në një vend ku fati i solli padrejtësisht. Në Europe House Prishtinë është hapur ekspozita Hije Qellore të artistës Ulpiana Kurtaj, të kuruar nga Shkambi Jaka dhe Laureta Hajrullahu. Ulpiana Kurtaj është e njohur kryesisht për portretet e saj të fuqishme, bardh e zi. Vizatimet dhe pikturat e saj na sfidojnë, ndërsa njëkohësisht paraqesin imazhe të një bukurie klasike. Veprat e artit të zgjedhura për ekspozitën Hije Qellore mbartin një thellësi, dashuri dhe besim të ndërsjellë të pandashëm nga imazhi. Puna e saj madhështore nxjerr në pa dashurinë e saj për subjektin dhe obsesionin e saj me dritën dhe mungesën e saj. Në këtë ekspozitë ajo do të prezantojë krijimet e saj më të reja.
Ambasada e Kosovës në Londër ka bërë të ditur se Ministria e Jashtme e Britanisë së Madhe ka organizuar një mbrëmje ku me një prezantim të veçantë ofroi ushqime tradicionale të Kosovës. Në njoftim thuhet se ky aktivitet promovoi kulturën dhe traditat e popullit të Kosovës, duke dhënë mundësi diplomatëve nga vende të ndryshme të botës të shijojnë shije unike. Ky aktivitet promovoi kulturën dhe traditat tona, duke dhënë mundësi diplomatëve nga vende të ndryshme të botës të shijojnë shije unike dhe të njohin më shumë për pasurinë e trashëgimisë tonë kulinare, thuhet në njoftimin e ambasadës. Të nderuar shikues, këtu po e përfundoj magazinën Art Kultur, ne ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim në edicionin e radhës nesër.